tashmë ndoshta akoma është trend ChatGPT-ja, është akoma aktualitet dhe do t'i bie vlera shumë shpejt sepse vlera e njeriut, vlera e profesionit, vlera e profesionistit nuk zëvendësohet asnjëherë nga asnjë platformë e mundshme e krijuar. Është shumë e rrezikshme sepse para disa ditësh gjatë punës time ndodhi me një paciente e cila kishte marrë rreth një suplementi, kishte marrë shumë informata në ChatGPT dhe mendonte që ajo ka nevojë për atë suplement. Bisedova me të gjatë. Normalisht u bën që jo gjithçka që shkruhet në ChatGPT duhet e mirret parasysh dhe nëse ne e përdorim ChatGPT-n për të zëvendësuar profesionet mjekësore, atëherë ndjenja e njeriu humb komplet, sepse siç thotë edhe vetë ChatGPT-u nuk ka ndjenja, kështu që besoj në profesionet mjekësore që asnjëherë nuk do të zëvendësohen nga ChatGPT sepse pacienti duhet të shihet direkt, duhet të tregohet qoftë mjeku, qoftë farmacistit se ku është problemi direkt dhe bashkërisht ky zinxhir shëndetësor do e zgjidh problemin. Mirëpo, tashmë ndoshta akoma është trend ChatGPT-ja, është akoma aktualitet dhe do t'i bie vlera shumë shpejt sepse vlera e njeriut, vlera e profesionit, vlera e profesionistit nuk zëvendësohet asnjëherë nga asnjë platformë e mundshme e krijuar.